aja që vrejet është që partitë politike kanë shpenzuar kogja shumë në lidhje me fushatën edhe me këto, po janë kërkesa kryesisht që partitë për mi mbulu aktivitetet që janë të shumta, kërkohet kostot të naltë. Dhe e keqja tani pasaj më e madhe është që ka aktivitetet që janë ka kosto po që nuk deklarohen, sepse nuk mund të mbuluhet aktivitetet kaq të mëdha me kaq pak para. Këto janë para të shumë, por ne besojmë që ka fushata zakonisht ka kosto më të madhe se sa aja që është... Ato deklarohen edhe ato, pra se është një gjë interesante, zot Jagaj, pra nëse i shohim tazon shpenzimet e partive politike, lëvizja dhe vendosje ka 2 milion euro buxhet, apo është një buxhet i konsoliduar, mirë po 1.034.000 euro i ka Partia Demokratike e Kosovës, shpenzimet i ka 938.000 euro, ndërkohë fushatat janë goxha të shtrenjta. Kështu që me mbulu 110 kandidat. Sikur vetëm 110 kandidat të shpenzojnë nga 10.000 euro, vetëm ata individualisht, bëhen më shumë se sa 1 milion euro. Për shtë vëllëm që numrat nuk përputhen në raport me aktivitetet që prezentuhen. Facebook, në aktivitete zërem, ku ta dijun e ndryqim, logistik, logistika që e përmbon një aktivitet një tubim, sepse ta zëm 30 diçka tubimi vetëm të mëdha, ajo ka kosto shumë të lartë. Është kosto shumë e lartë që nuk brojnë prapo dhe me këto para, këto para nuk e arsetojnë gjithat aktivitet që është bo në Facebook, në Instagram, në TikTok, në teren. Është gjitha e navë, nuk mbuluhet me këto para. Për këtë aty ka kufizime dhe të ligji për financim të subjektive politike, por këta i rinë gati kufizimit partitë politike, po prapo dhe ka aktivitete ma shumë, ka ma shumë aktivitete, në ndërkohë ka ma pak deklarim të nga. 2 milion euro për lëvizje vendosje. Unë besoj që realisht ka shpenzime ma të mëdhaja. Nëse ka vizita në diasporë, vizita jo vetëm në diasporë në Evropë, edhe për te diasporës, edhe Partia Demokratike e Kosovës ka pasur, sepse... Këtë partit pra ka pasur në diasporë? Krejt, po dhëmë që ajo ka kosot të madhe, dhe nuk arseton këto mjete me mjetet, sepse me aktivitetet që janë prezentu në gjatë fushatës zgjedhore, një mujtë, 10 fushatë zgjedhore. Ka gjasur, ju ka zgjatë shumë, po të bashkë në turizma, kur organizojmë, kanë kosta, këgja, Krasimi interesant pra që turizat ju që organizoni sot e kishit një pra është një varë krasimi edhe ato janë kushtueshme. Ne aty nuk patëm asë një kosta. Për shkak që e organizum në zyrën tonë, zërimi gjitha janë që kamerat ato janë pajisjet tonë në vend të punës, nuk patë në kosta, përveç në energjisë elektrike. Kam në linë të